Andaj pra njerëzit në këtë mesele, në këtë çështjen e sebepeve dhe mbështetjes në Allahun e lartësuar, janë ndarë në dy ekstreme të kundërta, dhe në këto dy ekstreme fatkeqësisht janë shumica e njerëzve, dhe mesi i artë, mesi i sakt, i drejt, ndërmjet këtyre që janë në ekstremin e djathtë dhe atyre që janë në ekstremin e majt. Njëri ekstrem janë materialistat ateist, të cilët mendojnë se shkaqet janë çdo gjë, qoftë në jetë, qoftë në natyrë, qoftë kudo qoftë. A plus B e barabart me C. Nëse e bën A-ën, nëse e bën B-ën, patjetër dalet C-ja. Kështu mendojnë ata. Mirë po, këta nuk janë në rregull pra me jetën e tyre, sepse shumë herë ndodh që i marrin krejt sebepet. Krejt sebepet i bëjnë si duhet për të arritur një rezultat të dëshiruar. Mirë po, kur nuk vjen rezultati si kanë deshur ata, atëherë hutohen, dëshpërohen, pikëllohen. Madje ndoshta ndonjëri prej tyre shkon dhe bën vetvrasje. Pse? Sepse është lidhur komplet me shkaqet dhe sebepet. Ndonjëri për shembull i ka bërë krejt sebepet e biznisit. Ka menduar se do të jetë shumë mirë dhe do të bëhet miliarder. Ka investuar miliona. Për shembull, ta zonë në bujqësi, ka marrë një vend të madh, ka investuar shumë. Mirë po donë Allahu subhanahu wa taala, vjen vërshimi, vjen rufeja, vjen ndonjë fatkeqësi natyrore dhe ja bën hi ketat, ja shkatron domethënë këtë investimin atij. Ai boni këtë sebepet që duhet për të arritur suksesin këtë drejtim, ai boni, i mori. Mirë po deshti Allahu i lartësuar që mos del rezultati sipas sebepeve të atij. Del diçka e jashtme e papritur që do t'ja prish planin e tij. Në këtë rast çka bën për shembull ai që është materialist dhe ateist, çka bën këtë rast? Dëshpërohet, pikëllohet, e kap depresionin, ndoshta edhe shkon bën vetvrasje sepse ka humb shumë. Dhe në këtë gjendje ndoshta bien edhe shumë prej besimtarëve që e kanë besimin e dobët. Pse? Sepse çështjen e sebepeve e kanë marrë parasysh, mirë po këtë çështjen tjetër që është mbështetja në Allahun e lartësuar nuk e kanë marrë parasysh. Andaj kanë defekt jo vetëm fenë e tyre, po edhe në jetën e tyre, në lumturinë e tyre, në jetën e kësaj bote, sepse se kanë kuptuar këtë si duhet, këtë mesele, pra këtë çështje. Dhe grupi i dytë që janë në ekstremin tjetër të kundërt, ka ana tjetër pra përballë materialistave ateist, janë grupi i fetarëve ignorant. Fetar ignorant. Qofshin musliman prej grupeve të devijuara, po qofshin edhe të feve tjera që kanë koncept gabuar në këtë mesele, pra. Ata mendojnë se mbështetja në Allahun, besimi në Allahun, tevekuli në Allahun, kundërshtohet prej sebepeve. Dhe nëse i bën sebepet si duhet, komplet dhe në mënyrë ashtu siç e kërkon Allahu subhanahu wa taala, do me thonë se nuk e ke besimin si duhet. Nuk e ke tevekulin si duhet. Ashtu mendojnë ata. Andaj edhe e sheh se për fat keq nuk ja japin hakun sebepeve. I lën sebepet masdore. Dhe pastaj pse kanë ardhur muslimanët në këtë gjendje të keqe? Lese humbën fenë e tyre, po fatkeqësisht edhe sebepet e kësaj bote i lanë pasdore. I lanë pasdore për shkak të ndikimit të keq të disa filozofive, prej sufistëve dhe të tjerëve grupeve devijuara, pra në botkuptimin e tyre jetësor. Andaj edhe sheh se edhe çështjet në cilët kanë ata gabim dhe janë gabim dhe për cilët i qorton Allahu subhanahu wa taala, thot caktimi i Allahut, ne jena mbështet në Allahun, mirë po ja, caktimi i Allahut nuk. Sa që prej gjërave që tregohen subhanallah, kur Amerika e pushtoi Irakun, pra sufit e Irakut, sufit e vendit aty, ishin tubuar në rrath të mëdha dhe çka bënin dhikr. Bënin dhikr që Allahu ta mundë Amerikën. Allahu po ju thot në Kur'an, përgatituni, forconi, mos tregoni trima, luftoni, mos ja ktheni shpinën, pra
Allahu po i nxit që ata ti marrin sebepet e kësaj bote, këta e nul, kam kryq edhe bëjnë dhikr. Pse? Prej bot kuptimit të gabuar. Ne jena mbështet në Allahu, nuk kry puna. Po ka daleve vlla, pejgamberi alayhis salam luftën e Hendekut, Hendek bani. Hendek. A ka sebep më të madh midis shëtinës Hendek çeli? I mur sebepet, domethënë, nuk është çështja vetëm mbështeta në Allahu nuk kry puna. Jo, Allahu subhanahu wa taala dëshiron prej teje të japish maksimumin. Atëherë vjen ndihma e Allahut. Apo si jahudit që i kanë thonë Musës alayhis salam, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qaidun." Shko ti me Zotin tënd, do Musa luftoni, ne do të presim këtu. Nuk vjen kështu ndihma e Allahut subhanahu wa taala dhe rezultati i duhur. Andaj pra është esenciale që kjo mesele të kuptohet si duhet, që kjo mesele të kuptohet ashtu si çdon prej neve Allahu subhanahu wa taala dhe ashtu siç na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Dhe kjo mesele do të kuptohet kështu si të gjitha meselet tjera kur do t'i tubojmë të gjithë argumentet që kanë të bëjnë për këtë çështje dhe do t'i analizojmë në prizmën e sunetit pejgamberit alayhis salam dhe veprës apo metodologjisë të shokëve të tij. Atëherë mund ta kuptojmë këtë mesele si duhet. Përndryshe nëse i marrim një grup të argumenteve e i lëm një grup anash, atëherë nuk do ta kuptojmë si duhet. Dhe kjo është cilësia e bidatxhive në përgjithësi, i marrin një grup të argumenteve, grupën tjetër i lën. Një pjesë e argumenteve që i konvenon filozofisë së tyre i marrin, argumentohen me to, i përmendin shumë, ndërsa pjesën tjetër që nuk përputhet me filozofinë e tyre e lën. Dhe kjo është gabim pra në menhexhin e analizimit të argumenteve fetare.